Arestimi i avokatit Ulian Bariami brenda sallës së gjyqit ka shkaktuar reagime të forta në mbar trupën e avokatisë shqiptare. Dhoma e avokatisë ka shpallur një bojkot 5 ditor të gjitha çështjeve penale, si reagim ndaj asaj që e cilëson një shkelje flagrante e të drejtave të avokatëve, bojkot të cilit janë bashkuar edhe avokatët e Korçës. Ky bojkot 5 ditor është në zbatim të vendimit të datës 19/10/2025 të Këshillit Drejtues, të Komitetit Drejtues më saktë të Dhomës së Avokatëve të Shqipërisë, si shenjë reagimi ndaj arrestimit të avokatit në prokurorinë dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. Pra është konsideruar nga Dhoma e Avokatëve të Shqipërisë si një shkelje flagrante e të drejtave të avokatëve dhe është marrë ky vendim ditën e djeshme. Kështu që dhe Dhoma Vendore e Avokatisë Korçë në zbatim të këtij vendimi ka bojkotuar gjithë seancat gjyqësore penale, përveç atyre që kanë të bëjnë me masat e sigurimit personal. Pavarësisht ngarkesës që do të krijohet në gjykata për shkak të këtij bojkoti 5 ditor, sipas Tarellit, kjo është e vetmja mënyrë reagimi kur institucionet përgjegjëse kanë heshtur për trajtimin e rastit. Natyrisht që do të krijohet ngarkesë, këtë nuk është mangë dot, por është e vetmja mënyrë reagimi që vlerësuar e përshtatshme për shkak edhe të heshtjes së institucioneve përgjegjëse në trajtimin e rastit. Avokati Ulian Bariami ka përfunduar në prangat e policisë 2 ditë më parë pas debateve të forta të kryera mes tij dhe prokurorit në një seancë gjyqësore në gjykatën e Elbasanit.